Për këtë arsye vëllai jam, ktheu Allahut Azza wa Jall me pendim të sinqert, nëse dëshiron me kon për të shpëtuarve në këtë botë dhe në ahiret, nëse do me kon i lumtur, nëse do me kon i lumtur, ktheu Kur'anit, lexo Kur'an sa më shumë, po dua sa më shumë. Lutë Allahun Azza wa Jall, qohë natën, kur të gjithë njerëzit flenë, falë direqate namaz, Allahu thot, a ka kush me lutë, t'ja pranoj lutje, a ka kush kërkon, t'i jap, a ka kush kërkon falë, t'ja falë më kate, mos i humni shpresat të mëshirë Allahut Azza wa Jall, sepse Allahu Azza wa Jall besimtarin e don, Allahu Azza wa Jall besimtarin e ruan, Allahu Azza wa Jall besimtarin e mbron, Allahu Azza wa Jall besimtarin e shpëton në dunjë dhe në ahiret, dhe nuk do të din as të çfarë trishtimi, as të çfarë lodhje, do të jetë i lumtur në dunjë dhe në ahiret. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: A'udhu billahi minsh rajim. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Ata të cilët kanë bërë punë të mira, kanë me qenë shumë larg xhehenemit. La yasma'una hasisaha, nuk kanë me ndëgju asë zhurmën e xhehenemit. Wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun. Edhe ata kanë me konë xhennet, çka t'ju doje qefi, çka t'ken dëshira, sili kursi ka pa ato gjona, veshi kursi ka ndëgju ato gjora, zemra e njeriut asnjëherë si ka paramendu ato gjora. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika. Ata nuk do të trishtohen prej trishtimit të madh. Nuk do të trishtohen prej trishtimit të madh. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika, dhe melekët I takojnë: Hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Kjo është premtimi që Allahu juve ju ka premtu. Kjo është xheneti që Allahu Azza wa Jall ju ka premtu. Kështu është halli besimtarëve në dunjë, janë të siguruar, edhe në ahiret janë të siguruar.